Dionis Biba vuri bast me mijëra euro për fitoren e Shqipërisë, ja sa fitoi. Fituesi i Ferma VIP Dionis Biba ka pasur fat. Ai në rrjetet sociale ka publikuar një fotografi ku shihet se ka vënë bast për 10.000 euro për fitoren e Shqipërisë. Dhe Dionisi nuk u zhgënjye pasi Shqipëria mundi Serbin me rezultatin 1-0 me golin e Rei Manaj dhe ai ka fituar plot 55.000 euro. Duket se fituesi i Ferma VIP e ka ndjerë se Shqipëria do të triumfonte. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.